Po estrada në përgjithësi, mendon ti që janë pak fake apo janë real 100%? Këngëtar? Janë kombinim, real janë këta që janë pak më të vjetër, që i kanë kalu ku me ditë sa vite edhe janë humble, janë për toke, janë minjës, ata janë shumë të mirë. Unë kum vazhdu me najt me njerëz që bojnë pop, si one, po kum po që ata që bojnë popullore ose tallavaj janë kun shumë humble edhe më kanë dhënë këshilla që ty s'ta prat mendja, po den. Janë me interes, aso di shatu najt bashkë, nesër shatu e shoh. E kam pak gossip këto, janë pak... Po, edhe unë sa ma shumë larkë sy në sanëv, sa ma shumë me qenë i qetë shpirtnesh, se di që si të përzin energjit. Nëse nuk jena frekuencë na dy qëtash, që ke intervjist nuk kishme shku që shta. Shumë e vërtet. Besam, ja unë isha, se isha një mirë, ja të se isha një mirë, kështu që shpesh edhe impunohen, shpesh edhe aktrojnë, që janë cool me zveti, mas 2 mujve shohen, mas 2 mujve ndohen, mas 6 mujve pajtohen, unë këto sana nuk i ndjeki fare, unë i moj njerës që janë real offer meja, të paktën që shdokën real, një raport normal, edhe nuk pres kërë gjapi kërkojna. Qysh e vreni një personazh të real apo jo? A keni një... Do su një vreni heq, unë kam pas raste, jem rrit me dikant të engu, dhe në fund kërë kum taku qatë hero temin, më ka dalë këtë ndryshe. Qatë hero që e kom dëgju, më ka dalë ndryshë më tonë, abeden, ma mi të shak thujnë ko, ta du vështë si këngëtare, edhe mos ta shë onën personale, mbra papirdeve, që shë shaj person. Edhe, s'di, nuk ndikona fare edhe nuk i shëfë që të sene, më nëna sa ma shumë, nësa e ka punën e vetë, ta vazhdan, sa do që ti zgjatë, nëse i zgjatë shumë mirë, nëse jo është tek e fundit për veti, ka se cili person që e aktron që atë sanë. Showbiz, ja